Sot në hollin e Pallatit të Kulturës Asim Vokshi në Gjakovo u bën homazhe para arkivolit të martirit të kombit Rasim Koci, eshtrat e të cilit u gjendën pas më shumë se 2 dekadash. Trupi i tij ishte zhdukur nga forcat serbe pas vrasjes së tij në prill të vitit 1999. Familjar dhe qytetar të shumt u mblodhen për të nderuar sakrificën e martirit për lirinë e vendit. Sadik Koci, vëllai i martirit, tha se këto vite kanë qenë teje të rënda për familjen, duke jetuar pa ditur se ku ndodheshin eshtrat e më të dashurit të tyre. Vëllai është zhdukur në vitin 1999 me 1 prill, kështu që ajo zhduk edhe kem kërku deri në qëtë kohë, po s'kemi mujtë kur me gjithë. Kështu që fatmirësisht në lajme se është bëjë identifikimi tine, para 6 ditëve e kemi marrë lajme se është vërtetu se është mbetjet e Rasim Kocit. Mes emocionësh, ai u shpreh se asnjë familje nuk duhet të humbas shpresën për gjetjen e trupave të vrarëve dhe të zhdukurve nga forcat serbe gjatë luftës. I kisha apelu gjithë ata familjarët të zhdukurve mos ta hupin shpresën, se po vika dita për ata dikur. Pas homazheve, arkivoli me eshtrat e martirit u përcoll për në varrezat e martirëve të kombit në Kodrën e Qabratit në Gjakov, ku ju dha lamtumira fundit nga qindra qytetar nga gjithë Kosova.